Situata e zjarreve në qarkun Lezhë vijon të jetë nën monitorim, ndërsa disa vatra mbeten aktive në territorin e bashkive Mirdit dhe Lezhë. Moti kthjellët, temperaturat e larta dhe bimësia thatë vijon të krijojnë kushte të favorshme për përhapjen e flakëve, duke bërë që strukturat e emergjencave dhe shërbimeve vendore të qëndrojnë në gatishmëri. Në bashkinë Lezhë vijon të jetë aktive vatra e zjarrit, që ka ardhur nga territori i Pukës dhe i Mirditës. Zjarri po monitorohet në zonën e malit të Kashnjetit, në drejtim të fshatrave Kashnjet dhe Kalivaç, si dhe në lagjen Gjazaj të fshatit Sukaxhi, në njësinë administrative Ungrejnë. Në terren ndodhen 3 force të shërbimit pyjor dhe 4 punonjës të njësisë administrative, të cilët po monitorojnë situatën dhe lëvizjen e zjarrit, ndërkohë Mirdita vijon të jetë një nga zonat më problematike të qarkut. Në fshatin Ten, në njësinë administrative Rëshen, vatrat e zjarrit vijojnë të jenë aktive. Puna për vënien nën kontroll të flakëve ka nisur që prej orës 6:30 minuta të mëngjesit, ndërsa në terren janë angazhuar forca të shumta. Në operacion po marrin pjesë 6 punonjës të MZSH-s, 6 efektiv të shërbimit pyjor dhe 15 punonjës të shërbimeve publike të Bashkisë Mirdit. Forcat po punojnë kryesisht për krehjen e të gjithë perimetrit të zonës së prekur, me qëllim evidentimin dhe eliminimin e vatrave të mbetura aktive dhe parandalimin e reaktivizimit të zjarrit. Ndërkohë një tjetër vatër vijon të jetë aktive në fshatin Shtuf, njësia administrative Kaçinar. Ndërhyrja në këtë zonë është e kushtëzuar nga terreni, ndërsa aty ku është e mundur të ndërhyet, puna po vijon me 4 punonjës të njësisë administrative. Sipas raportimit të strukturave vendore, në Shtuf nuk ka rrezik për banesat, ndërsa situata vijon të monitorohet. Strukturat e emergjencave, shërbimet pyjore dhe njësitë vendore mbeten në terren për monitorimin e vatrave aktive edhe ndërhyrje në rast të përhapjes së flakëve. Puna kryesore është përqendruar në eliminimin e vatrave të mbetura dhe parandalimin e përhapjes së zjarrit drejt zonave të banuara.